Shkeli me gomone perimetrin e sigurisë detare në zonën e Gjirit të Hartës në Ksamil, duke lundruar brenda hapësirës së rezervuar për pushuesit me rrezik të drejtë për drejtë për jetën dhe sigurinë e tyre, por u filmuan nga qytetarët dhe u denoncua menjëherë në policinë e shtetit. Reagimi menjëhershëm i policisë kufitare dhe njësisë policore detare çoni identifikimin e drejtuesit, bllokimin e mjetit lundrues tip gomone dhe ndëshkimin e drejtuesit të tij me gjop 500.000 lekë të rinj. Policia kufitare u bën thirrje të gjithë drejtuesve të mjeteve lundruese të respektojnë me rigorozitet perimetrin e sigurisë së plazheve dhe rregullat e lundrimit. Çdo shkelje që cënon jetën dhe sigurinë e pushuesve do të konstatohet dhe do të ndëshkohet me masat e parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Shërbimet e policisë kufitare vijojnë kontrollet intensive në të gjithë zonat bregdetare, me synim garantimin e sigurisë së pushuesve gjatë sezonit turistik. Policia e shtetit falenderoj qytetarët dhe pushuesit për bashkëpunimin dhe denoncimet e tyre, të cilat mundësojnë reagim të shpejtë ndaj çdo shkeljeje që rrezikon jetën dhe sigurinë në plazhe.